الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وما توفيقي والاعتماد إلا على الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله الله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. I gjithë falëndrimi I takon vetëm Allahut Azza wa Jall. Vetëm Allahun e falëndrojmë dhe vetëm prej Allahut ndihmë dhe falje kërkojmë. Salate dhe selame të përzemërta mbi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam çojmë mbi atë, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të ndershëm dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe e pasojnë vetëm rrugën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka dyshim se fjala më e bukur është fjala e Allahut Azza wa Jall, pra Kurani Kerimi, dhe udhëzimi më I mirë është udhëzimi I Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, dhe çdo gjë tjetër në fe jashtë Kur'anit dhe jashtë Sunetit është bidat, pra është risi. Çdo risi të çon në humbje dhe çdo humbje të shpije në zjarr të xhehenemit. Allahu na ruaj pitina. I nderuari dhe shumë I respektuari xhamat. Është kënaqësi që bashkërisht të shqirtojmë fjalët e Allahut Azza wa Jall dhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Unë me fol, ju me ngu, bashkërisht me përfitu nga kjo fe, nga ky din, nga ky Kur'an, nga ky sunet I pastër I Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Siç e dini, se ne jemi duke u mundu me I spjegu hadithet kutsi. Kemi spjegu më shumë se një herë. Çka do të thonë fjala hadith kutsi? Pra fjala e Allahut të cilën e transmeton Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pra nuk është e shkruar në Kur'an, por është fjala e Allahut. Kësaj I thonë hadith kutsi. E sot në radhë e kemi hadithin e 5. Pa me numër 5, me të cilin Allahu Azza wa Jall I ka drejtu Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe Muhammedi alaihi salatu wasalam e ka bart prej Allahut Azza wa Jall fjalën e tij duke thënë. Pra ka thonë Allahu Azza wa Jall: "Ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. In dhakarani fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi." Allahu akbar. Allahu Azza wa Jall. Ma shumë se një herë kemi përsëritur se hadithet kutsi sillen rreth filtrimit dhe pastrimit të shpirtit dhe imanit. Hadithet kutsi sillen rreth pastrimit dhe shtimit të imanit. Në këtë rast Allah po na drejtohet duke na thënë: "Unë, këta është fjala e Allahut, unë qëndroj thot te robi I jam ashtu qysh ai mendon për mua." Dhe njerë, Allah po thot: "Unë qëndroj te robi I jam qysh ai mendon për mua. Edhe unë thot jam me ta kur ai më përmend mua." Për shembull, kur je në vete e thuhet fjalën subhanallah, elhamdulillah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, astaghfirullah wa atubu ilayh. E përmend Allahun me përmendjen e të lloj-llojta, apo jo? Pra dhe ti çdo herë e ke kujtond se Allahu Azza wa Jall është krijuesi jimi, edhe ai më ka kriju mu këto për ta adhuru, edhe Allahu Azza wa Jall është
është krijuesi jam i vetëmi i pashosht, i cili më ka lind, i cili më ka kriju, i cili më furnizon, i cili më jep jetë, i cili më merr jetën, i cili më ringjall, i cili në fund nëse e adhuroj me sinqeritet, ai më ka më çon në xhennet dhe ai i cili më i fal gjunohet e mia sepse unë e du atë edhe ai më do mu. Nëse çështu mendon për Zotin tënd, ta dish se Zoti mendon për ty çështu. Çish mendosh për Zotin, ai mendon për ty. Pra nëse ti e përmend Allahun vete, Allahu të përmend ty. Thot, in dhakarani fi nafsihi, dhakartuhu fi nafsi. Nëse ai më përmend mua në vetvetin e vet, unë atë e përmendi në vetvetin time. Wa in dhakarani fi mala'in, dhakartuhu fi mala'in hum khairun minhum. Nëse ai thot, robi im, më përmend me një mezhlis dikun, më përmend mua dhe lartë madhron mua, unë thot atë rob e përmendi dhe një mezhlis më të mirë se qatë. Ku ka me përmendën? A ju kujtohet hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku Allahu azza wa jall para me lajkeve krenohet me një rob vetin. Thot, këshirë të robërit e mi, qish ata po më përmendin mua. Pra Allah krenohet me ty para me lajkeve. Po ku ka krijes më e mirë se me lajket e Allahut? Atëherë nëse ti e përmend Allahun me një mezhlis, ta dish se Allahu është duke të përmend ty me një mezhlis më të mirë e kështu me radhë. O in taqarraba, la ilaha illallah. O vëlla, në hala nuk jemi të e ditë se Allahu sa na don neve. Po kush jemëra une? E kush jemëra ti? Allahu me të afru ti më shumë se ti atina. Allahu po thot, ngone mirë. O in taqarraba minni shibran, nëse ai më afrohet mua një plomb, taqarrabtu ilayhi dhira'an, unë ati i afrohem sa një brill. Pra ti Allahut i afrohesh një plomb, Allahut afrohet ti një brill. Pra Allahut afrohet më shumë. Ngo mirë. Wa in taqarraba ilayya dhiran, taqarrabtu minhu ba'an. Nëse ai më afrohet mua sa një brill, unë atina i afrohem shumë më shumë. Wa in atani yamshi ataytuhu harwalatan. Nëse ai më vjen mua duke hecur, unë ati i shkoj me shpejtësi. La ilaha illallah. Unë po thon për veten, ti thuj për veten tënde. Kush jam mëra unë që Zoti atë shumë me më ofruan? Kush e ban këtë? Këta e ban nëse ti ke mendu mirë për Zotin tënd. Allahu na bën gjithëve prej atinve që ka mendoj mirë për Zotin tënd. Sepse Ibn al-Qayyim thot, prej gjunohave më të mëdha tek Allahu është ti me pas mendim të keq ndaj Zotit. Ka disa munafik, dyftyrsha, me cilët përmendin astaghfirullah al-azim, shtin dyshimet e njerëzit ndaj Allahut azza wa jall. Ha, ka Zoti që spionimon muslimanëve. Pa më koni kishni muën që sa muslimanët. Pasha Allahun mu i kem nga ndodhë personalisht. Moti. Po Allahu e poshtroj dhe e nënçmoj dhe cofi si qeni. E pa ta lutë Allahun. O Allah i madh. O uzoje, o jepja një pasyre të keqe këti pisit, se folë të keq për Allahun. Qka boni? Burri plak u kap me drogë në Perëndim, u denuar me 20 e sa vite, edhe ngordhi, kër e panë që po ngordh, e lirun prej burgit edhe ngordhi të shtëpia e vetë. Se mu personalisht më pa thonën, ko është ai Zot, tash ka po i thoni tha që ka Zot ta. Ko është ai Zot? Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pra atë shef, Allahu azza wa jall nga dalson, nuk shpejton, ama nuk haron gjelle gjelalu. Erdhi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Khabbab ibn al-Mundhir, radhiyallahu anhu wa ardahu. Ishte i zanëm rob, edhe e maltretonin mushrikinët, idhujtarët shumë. Edhe Khabbabi një ditë i drejtua dhe familja ti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, lutem me ta Zotin pak tas.
Shumë tha po hek me për ative. Po na maltretojnë, s'po na lënë sytë me qelë, po na bojnë azab. Derisa Hababit shpinë me në zjarmin e kanë shkym të me shpinë të Hababit. Pra kanë dhe zjarmin, e kanë mërë Hababit edhe kanë shkym zjarmin me shpinë të Hababit. Radiallahu anhu ardahu. Edhe shkej tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha sabër tha Habab. Tha se ndihma e Allahut ka me ardhur. Wallahi do ndihma e Allahut ka me ardhur. Por ju jeni një popull që ju shpejtoni keni qef aty për aty. Aty për aty ju keni qef. Pra atë çka duhet të bëjmë, edhe në raste të vështira ne duhet të kemi mendime të mira ndaj Allahut Azza wa Jall. A ju kujtohet rasti i Ibrahimit alayhi salatu wassalam, kur dashët Ibrahimin ta hedhë në zjarr, edhe çka i tha në mbretin e Nemrut, hajde tha lutat Zotin tan tash ka lu. E ke tha Zotin, çeta po hudhësh në zjarr. Çka i tha Ibrahimi zullumçarit mbretit Nemrut? Tha e kam lut tha Zotin tim tha në raste të vështira. Në më falni, e kam lut Zotin tim në raste të lira dhe ai ka me më ndihmu në raste të vështira. Edhe kur u hudh Ibrahimi në zjarr, urdhri prej Zotit të zjarrit, i cili Allahu e ka kriju zjarrin, edhe i tha mbi 7 këqej, njanari kuni berdan wa salaman ala Ibrahim. O zjarr, bëhu i ftohtë dhe paqë për Ibrahimin. Pra i erdhi ndihma e Allahut, Allahu robërit e vet, ndoshta i sprovon, ama nuk i harron. Rasti tjetër me Musajin, e dini alayhi salatu wassalam. I u pështet, mbrapa e kishte Firaonin dhe ushtrinë e tij, para e kishte detin, kam ja mojtën. Musa i tha, o Allah, tha, unë të ri që tonë, ma të ndej s'di. Erdhi ndihma e Allahut, se kishte mendime të mira, kella inna ma'i rabbi se jehdi. Musa i tha kështu, këtë ajet e kemi në Kur'an, se i thanë populli me Musa, o Musa, tha, do të kapin. Jo, kurse si tha, unë e kam tha Zotin, i cilit më ndihmon, edhe erdhi momenti i fundit, Allahu dha urdhën Musait, o Musa, më shoj detin me bismillah, edhe u dajt detin në 2 pjesë. Musa u kaloi, kur hini Firaoni, ai u fundas. Pra kjo është Allahu. Nëse ti mendon mirë për Allahun, ta di se Allahu te ti është që ti mendon për ata. Edhe në raste të vështira, sidomos në raste të vështira. Pse në raste të vështira? Se çatëherë Allahu është duke të sprovuar. Edhe pejgamberi alayhis salam thotë se njerëzit më dashur te Zoti do të sprovohen më së shumti. Ai atë cilin Allahu e don e sprovon. Po kush shtyt dyshime te Allahu, ata janë vetëm munafikët. Munafikët. Lexoni historinë e rini e dashur. Lexoni historinë. Kjo ka ndodhur edhe kohën e pejgamberit, ka ndodhur edhe mas pejgamberit, ka ndodhur edhe luftën tonë të shenjtë. Unë i thom lufta e jonë e shenjtë. Edhe kam thonë më shumë se një herë, kam e thonë prap se alfabeti i gjuhës shqipe përbohet prej 36 shkronjave. Prej 36 shkronjave, 33 shkronja janë të arta, të diamanta, të mira dhe të më të fortat, edhe ato i përbojnë vetëm 3 shkronja, u që dhe kë. Pik. Dashti, s'dashti ku s'dashti. Allahu në qëtë vend të shenjt aqe, pasha Allahun e Zogjel, me syt e mi unë e kam parë, ndihmën e Allahut e Zogjel. Edhe vetëm i bashkë me ushtrisë tonë të artë, se nuk e shanë dhe në nënçmon, vetëm se munafikët edhe kone pejgamberit i kanë shohë ushtrijën. Gjithmonë ka pas dyftyrësha dhe munafika. Allahu e Zogjel, në qatë ushtrijë në baqë neve, mrekullia, ndihmesa dhe bereqete gjella gjelalu. Pra ta, unë e kam thonë se ato janë 3 shkroja, edhe çdo kush i prej neve, ato 3 shkroja duhet me ingjiros të shtëpia e vet. Mos të mënoni lloj fotografie, lloj komunikacioni. Shkruani këto shkroja se dikush i ka paguajtur çortajt. Dikush i ka paguajtur me jetë vëllezër. Mashallahu në çabos, nuk i din jurinia, por na çka kena përjetuar e dim. Nuk kanë rastisht të mira. Allahu ka çuar të mira. Pra ata po them, na e patëm mendimin e mirë ndaj Allahut në raste të vështira, Allahu pasha atë çka nuk ka tjetër, na ndihmoj xhella xhelalu, edhe ne fituam vetëm me ndihmën e Allahut, sesa për forcën tonë moti kishin ladru armiqt mbi trupat dhe gjoksat e tonë. Pra ta vëllai jam, mendimin ndaj Allahut gjithmonë më e mirë. Kur je në spital, gëzohu, alhamdulillah, sprove Allahut është ka me po, dhim ta kam, po Allah më ka sprovu.
Kur sprovosh familje, the alhamdulillah, jam një i sprovum i Zotit, Zoti ka sprovuar. Kur ta kesh një atë më një ka një sprov, ban sabër vëllai i dashur. Çdo herë mendo mirë ndaj Zotit tanë se pasha atë që na ka krijuar, ai nuk ban keq ndaj teje, ai të sprovon ty me të këshirë se ti sa je durimtar ndaj Allahut Azza wa Jall. Pra po mendoj keq ndaj Allahut vetëm munafikët. Allah për dhe në Kur'an dhe me këtë për përfundoj, wa dhalikum dhannukum alladhi dhanantum bi rabbikum erdakum fa asbahtum min al-khasirin. Kjo është të thot një mendim në cilin ju po mendoni keq për Zotin e juaj, mirë por dhe pse keni këtë mendim jeni bon për të humbërve. Pra ata munafikët u banën për të humbërve. Për shka? Sepse kishin mendime të këqija ndaj Allahut Azza wa Jall. Në luftën e Ahzabit u ngushtu rrethi dhe munafikët thanë, me ta Nesrullah, ku është ajo ndihma e Zotit, mu kam ja majt. Edhe Allahu wa kthej munafikët do të kujë thonë, ela inna nasrallahi laqarib, ndihmesa e Allahut është afër. Sa më shumë që ti të kishe sprova, ta dish se sa afër e ke fitoren e Allahut Azza wa Jall, sepse pas çdo vështirësie vjen lehtësimi. Allahu të Kur'an, inna mal usri yusra, pas çdo vështirësimi vjen lehtësimi. Kështu Allah ka garantu, na kështu besojmë dhe kështu jemi të bindur. Lusmi Allahun Azza wa Jall me emrat e tij të bukura dhe cilësitë e tij të larta, që i madhi Allah të na filtron dhe të na pastron besimin ton ndaj Allahut, që besimi i jon ndaj Allahut të jetë vetëm mendim të mirë të kemi, edhe kështu të jetojmë, kështu të veprojmë, edhe në raste të sprovave, po e them. Edhe kështu Allahun të takojmë, edhe Allahu do të jetë me neve nëse ne kemi qëndru me Allahun. Lusmi Allahun Azza wa Jall me emrat e tij të bukura dhe cilësitë e tij të larta, që i madhi Allah të na bën prej atyre që në raste të sprovave ne të bëjmë sabër, edhe mendimin ndaj Allahut mos ta largojmë, edhe kështu Allahu Azza wa Jall gjithve të na pranon me të mirat e tina. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu al-ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.